jo, për kokë familjes jo, s'ka lidhje fare me ato. Është diçka njerëzore dhe unë mendoj që një njeri që merret me privatësinë e një tjetrit e ka jetën e vet shumë të zymë për të marrë me jetën tonë. Okej, a ke shkarkuar telefonaje? Jo, as nuk e kam parë. Mos gjithë qa babin gjallë që Nisa nuk e ka hap si video me e pa. Në momenti që e kam pa, direkt i kam bërë u betuar babë. E di pse, sepse mund bëja një reagim tjetër, se mund thoya diçka tjetër, mund thoya diçka tjetër. Thjesht sepse unë si Nis, unë mendoj që çdo njeri ka privatësitë e veta, ka gjërat e vetja. Unë nuk jam këtu me pa diçka tënde, me tul ty, me të ofendu ty për gjëra që nuk më takojnë mua, nuk përkasin mua. Janë gjëra që ka ndodhur mes teje dhe dikujt tjetri dhe mua më duket shumë e ulët që këto gjeste arrin bëhen për inate dhe ku dëgjon. Janë gjëra shumë private. Kanë marrë hakëm, kanë kapë. Unë mendoj që nuk duhet kishin marrë hak, sepse unë e vëj veten time në pozicië një femër, në momentin që unë kam marrëdhënie me dikë, ndodhin gjërat intime që nuk ka njeri në rrezullin toksor që nuk i bën këto gjona. Rregull, ose të paktën një foto, edhe mos me bëj gjeste më tulta. Dhe momenti që ti ke privatësi me një person dhe ke një lidhje me një person, ke një fejes, ke një kuror, ke një martesë, ke thjesht një lidhje, normal që ti ke këto gjëra. Dhe nuk duket fare drejt momenti që ti i bën ndarje kësaj gjëje, çdo gjë të kthehet kundra teje. Nuk është e drejtë. Mua ti bën ditën tani, po unë po flas realitetin. Nuk më pëlqen. Unë qesha për diçka tjetër, pasha zotin qesha momentin që ne dy jemi zënë dhe unë kam pas tonë në gjëmë dallikun. Dhe sa është të shoh ty. Ne dy jemi zënë, qesha 20 minutë se më ke qitë tjetër video, s'kam folur me ty ashtu. Tani Aron, mos bëj mua, nuk jam kalaman më marrë. Aron, të lutem. Të lutem, nuk jam unë kalaman për të thënë mua në këtë. Nuk jam fëmijë, unë nëse dua me thonë diçka, ose unë nëse kam diçka me ty, ose kam pas diçka me ty, edhe ndodh diçka, unë e them syt, ne dy jemi zënë bashkë me njëri tjetrin për një debat live, një video që ishte postuar. Nuk ka lidhje me ato tema kaloja një tjetër dhe ngecja një tjetër, mos më ngec mua. A jena në rregull bashkë? Jo për ne. Po, ne dy jemi zënë, është e vërtet që ne dy jemi zënë dhe jemi zënë live. Jemi zënë live. Po jo më shë për gjezon me vetën tonë, mu se më intereson mu se qa fun vetë. Jemi kap me lafe tashin live. Jo po pse ke bërë këtë video ti duke ecë mrapsh, jo po kshu, jo po ashtu. Mendoj që nëse ti një më fali fije, nëse ti për shembull, jo ti po kushdo mashkull qoftë është në një lloj karakteri i cili ai mashkull nuk do të zihet me një femër, zihet vetëm me burra, unë mendoj që ai mashkull duhet të ketë distancë ndaj një femre dhe mos e bëj shumë ta çoj provokime. Ti më dërgove në provokime. Se shoj sot du so me femën smerën, ta thëm pra. Me do shta djegu makinën sonde për jo. Jo, ti makinës ma djek do të mua. Rop të shpis jo. Për zotin e mas, mes 135 vetave, nëse ti, unë ta jap lokacionin fix ku e ka makinën, unë e kam përballë shtëpisë Bamir Topit, nëse ti mua, në fresk, kush e ti fresku, nëse ti mua ma djek makinën, unë si Nis kam drejt me donë dhe 10.000 euro në dorë. Mes 150 veta po ta them, shko digje vëri flakën. Beto në zotën familje se më jep 10.000 euro. Për zotin e madh që është zoti lart i jap 10.000 euro, shko veja flakën. Edhe nuk u bën në sen. Ti. Shko veja flakën. Jo, në shmunë, son e marrë shpi, o i vajzë. Si muna, del ti gjallë nga lagja, as del ti është problem tjetër. Po leni gjallë, këto gjallë. Oron. Aja është mua bet tjetër paste. Ti shkon, unë 10.000 euro të t'i jap dorë, nëse ti arrin jave flakën dhe largohesh. Bukur, tani shkon, të rrit fjallës. Unë Etave po të thonë. Për shkak unë t'jap tash ditë kohë që t'djeket, po supozoj. Po, mësuj. Ti më jep 10.000 euro me be? Po, unë për 10 ditë nuk lëviz as nga lagja, mua më ke vetëm për nga lagjes. Mua më ke te kafja në lagje, është një kafe që ulem unë gjithmonë, te kafja marketi furra bukës shtëpi. Ose ndaj librari ku duhet marrë në libër në gjë që më duhet.
Gjërat, vende tjera unë nuk frekuentoj. Për 10 ditë ke këtu, shko verja flakën 10 euro të japun. Ama! S'ka mos, flas më shumë. Kjo e kam thonë, fal. Atëherë, do më të edhe Bamir Topit. Shtoja 10.000 euro, gjë. Shtoja 10.000 euro, po djeku makinën e po t'i bie dhe Bamir Topit. 20.000 total. Ka të bosh? A tha është shtëpia Bamir Topit, a çam ka trova. Jo, mos është rruga atill. Jashtë shtëpia ati këtu, por rrugica është e ati. S'ka është kjo e folës për ta? Tani, unë po them është rrugica ati, nuk përmen atë, mos... Nuk është ai, në kontrollin tim, nuk jam unë përgjithsinë e ti. Jam në këtë rrugë dhe e kam shtëpinë këtu. Kështu njifet si zonë. Banje me, Nisa tha që Bamir Topi në makinë. Ti do vëmendje me mua, nuk mund të bësh dot vëmendje me emrin tim. Pra, ti tu përdor emrin tim tani për diçka që unë se thashe ti thu bëjeni meme. Ka dalë. Bëjeni meme njerëz, Nisa thotë që Bamir Topi marrën makinën. Oho, ja, shikon qa bën ti? Po si. Ikse smere me ty. Po pse qa kujtove ti, du më e të nasë pa një baj muhabetet tua, unë total lesh jam, du më kalu kohën unë. Po mi pa, ti mund kalush kohën, po ju nuk e bërë me tila. Jo me tila, të lutem, nuk kam një vezetu. Po qka përmende Bamir Topi? Po sepse ashtu është shtëpia dhe rruga, ashtu quhet. Kush jeton Tiranë freske di. E unë Bamir Topi makinën tonë dhe nisë? Po nuk e ruan ai makinën time. Se s'ka punaj me makinën time, o Aron. Je të fol pa lidhje ta. Mos je shofere Bamir Topi? Jo, rob të shtëpi, s'kam lidhje se unë jam lypse TikToku. Unë jam fut me bolek. Kisha në punë të mirë, unë dhe isha këtu. E dikush më kalon mrapa mua, 8 vjeçarja. O Silve i zemra, o Mil. Se jam e 8 vjeçare. Të kisha në shkollë të mesme, në shkollë të lartë, ndoshta mund kisha ecë pak përpara. Edhe kur ju futa politikës të në Tiranë, sa rrita do të se... S'kisha nervat. Në politikë ti? Po, me forumin e rënisë Partisë Demokratike. Kam qenë... Po jam me Salën. Po, Steven, po ashtu e ka rruga shtëpinë, more, të shtëpia dhe rruga ashtu e ka emrin. Kush jeton freske di, po nejse, nuk du me zjat më këtë muhabet. Kalojmë i muhabet. Muhabet një prapën? Jo, janë të më komentu që aty jetoj dhe unë, ashtu e ka emrin. Jo, s'ka lidhje. Rruga shtëpia e filonit? Rruga e ka emrin shtëpia Bamir Topit? E ka Dalip, tjatin e ti. A të prapë që s'tonë rruga Dalip që e ka? Përballë shtëpisë ati, thash. Po është pak besprem të Bamire, ajo? Ja, tash se si është Bamiri, unë nuk jam këtu me fol për Bamirin. Po është ka kanë president me PD e ka votu për PS-n. Jo, unë jam futur këtu me boj Thesmilli dhe me lyp nej lule, nuk jam futur këtu me tregu se kush është ky deputet kështu dhe ç'a bën ky. Nuk më intereson se pak më parë, para se të hapnim këto tema, sa u futëm live bashkë tash, nuk më intereson jeta tjetër dhe nuk më intereson çfarë bën tjetri. Në momentin që një individ i caktuar merret me jetën time, me punën e mia, atëherë merr mua me atë. Se ç'a bën ai, se është skuth ai, se është hajdut ai, se është endacak ai, se është kurvar ai, mua nuk më intereson. Asnjë lloj interesi për të. Po kështu i kanë dalë namin në për këtë rritë, në për televizione. Jam kështu e kam gjurë. Është kurvar? Kështu e kam gjurë të shtëpisë. Lloj memesh kam pasur. Qa thot kjo shok për Bamir Topit për presidentin e Republikës tonë? Për ish presidentin e Republikës. Tani ora. Po nga, ku ke gju se na se kena gju, asnjë tjetër se kena gju. Aron, të lutem bre. Po jo, na se kena gju sa shumë familja e rregull. Ose po të ngju në rregull, është shumë i rregullt, okej, bravo. E vërtet. A të ka kondicion ty në kur ke shkuar marr makinën? Jo fare. Okej. Zotin fare, jo ai po asnjëri. Se mua nuk më shef njëri do të në sy. Sidomos t'ishe ti herë, ti dhe kishe fut vrapi direkt në sekonda.
Jam shumë si ti burr, jam si Tarzan. Që si ri lexon komentet dhe frymëzohet nga komentet, sa ish hapësirë ka, s'ka hapësirë me fol vetë me komuniku sy me sy, po lexon komentet dhe merr mendimet e njerëzve. Jo, nuk jem të pa komentet fare. Jem të lidh mua Po lexon betet. komentet dhe shtytje mu, fol me mu, jetu të lexoj komentet. Po se të lexoj, ose kam të lidh mua betet, të më thashë se s'guxem me prek makinën se kam të shtëpia Bamir Topit, edhe tani thu Bamir Topi ja kurvar. Ore, kanë pas bo budallishe me Okej, tani nuk e di çka me menu. More. Ja, ato janë budallishet e këtyre, ku dëgjon tani se çfarë. Pra, unë s'guxem me prek makinën tonë se mërzitet Bamir Topi. Jo, nuk e thash atë gjë. Po e them unë sepse një është bjen. Po nuk e thash unë atë, jetu e thanë ti, Oren, faleminderit. Do me thonë, ti do me thonë gjëra, me t'i ngec disa gjëra, një gjë që unë ta them ndryshe, ti e bën një lidhje me diçka tjetër, e stërollat muhabetin si t'vjen ana ty, vetëm se si. Okej, mos e më me rrejt, am the s'guxem me prek makinën sa të rruga Bamir Topi. Duroj, pastaj mushët dhe po mush përthej unë mrapa. Po Jo, iku, vazhdo të a disa manimu. Bukur, am the, është, lëzim, am the makina të rruga Bamir Topi, tani më tu Bamir Topi e kurvar, nëse kena një këtë gjë kur. Unë thash i ka dal nami dhe për ashtu. Jo, me se ka dal nami, ka i të thëna burë serios. Vesh ti e do thonë. Mirë është burë serios, në regull më aron është burë serios, lere si mua bet, mos u kap me mu për gjatë kota. Bamir Topi, Bamir Topi. Ashtu, bëj greva. Shoku në mbështet në rastet vështira. Maron, rri mirë op të shpizor, ose s'kam nërma. Në problem, më pash me ten, gjej se kontonista, them e diçka edhe mu e vatën vesh, po them për zdeton, jo për ty. Problem nuk është me kanë kurvar një moshkull, po problema me kanë kur një moshkull. Jo pak, po thonë këtu ke live im, ore, thonë. Ajo tha se makina është përballë shtëpisë ti dhe jo se runa i. Ti e ke thënë 4 herë të njëjtin koment. Gjo, tani ti ke thonë që makina është apër shtëpisë Bamir Topi. Ti e ku e thonë tani 100 herë të njëjtin koment se si me dal unë keq, me dal veti mirë, me bo batuta humor me mu. Po të them, Aron, mërna mundësive, mos lexo komentet, mos u ndiko nga komentet, jetu fol me mu, jam të fol me komentet, mo, jo me zhuar vetë. Në asnjë lloj momenti nuk po t'i drulloj fjalët e tuaja në asnjë lloj momenti, kështu që të lutem. Shumë shqip po flas. Bravo, dhe unë bëj duar tërkitje, thunë jam funit unë komshi e kam. Jo, po komshi s'ba me lavdru komshi shumë shok. S'ba me lavdru komshi unë? Jo. Mirë. E pse s'bon ka? Po se mërzitet gruaja komshis. Po ç'pu kam unë me gruan dhe me komshiun? Jo, me ato s'jep mund. Përderisa ai është një person publik, se tash presion, një person publik. Ta bon presion? Është një person publik, thash. është si që kanë për Edi Ramën, për Sali Berishën, është njëri politikës, në rregull, dhe nuk ka asgjë për gruaja ti për ndjer xhelozi se unë po flas për atë. Ashtu siç po flet dhe ti, bie të ndjej xhelozi dhe për ty. Apo? Se do ti të Unë nuk kam komshi, unë nuk kam komshi. Unë se kam komshi. Se kam komshi. Ç'lidhje ka? Aq më keq se ke komshi. Unë e kam komshi, po mbështet një njerëz që është në territorin afër shtëpisë time, në lagjen time. Kurse ti bëj një njerëz që në ekrane. Kur të mërzitem vjerje. Po, si them. Barcelonë. Loku, jo mua s'plotso fama, se unë asnjë se kam majt vetëm për famoze. Në ke kanë kriminele ti. Dhe vazhdoj t'jem kriminele. Deri Për kur? punët e mia, për punët e mia jam shumë kriminele, para të shtëpisë. Po s'ka kallaj me kanë kriminele ti, me shtet. Si? Ha? Ta the? Nuk di se s'ki internet. Jo, kam internetin. Vazhdo t'jesh Po, kriminele me çfarë? Me polici.
Se the me policin, foli diçka, po nuk jam me sigur. Me polici, me shtet, pra, me shtet. Qa kje si e ka s'menevra është? Jo, s'jam e nerva. O, Aron, ta thash Po, në e fillim. të këptu, ato të duk, më thonë një mëgjesi, duket se më të shoh. Për zotin e ma ta them sinqerisht nuk du të zihem jo me ty, po ma si lloj njeriu. Po, mu të Në është ta kur e tregoj vetën që sa të fillosh më zonë në ikë. me shtet tha, po ç'pun kam unë me shtetin më? Po, pikërisht me po qaje të thonë, të duk ty, o, boj. O nisë më së zonë. Së se fillëm më zonë në iku. Ty folë ata në veti, sa du, në manin, femna në Për zotin jam shumë e qetë, nuk dua të zihem me ty. Unë ta tha, jo me ty, po mas një. Po pse me në më zonë është, ke djenë menin e djallëzume. Me në për një gjallë bukur, pse me në për shërë? Mos me në për shërë. Me në për gjallë pozitive. Normal që për gjallë pozitive. Çfarë menimit ke për Elon Musk? Kush është ai? Mendoj se të jetë presidenti i arshëm i Amerikës. E njoh. Nuk mund të kem mendim për një njeri që nuk e njoh. Ai mund të jetë vrasës, ai mund të jetë. Na ishim të fulla për pamir topin, po ne nuk e njohim. Po thjesht e njohim kështu si emrin, edhe Elon Musk e njeh tonë botën. Ai është një person publik dhe është në territorin shqiptar Po dhe mirë, më Elon sa kam Musk e njeh tonë globi, e njohin tonë globi. për atë njeri, siç kam informata, siç kam dëgjuar për Sali Berishin, siç kam dëgjuar për Edi Ramën, për tjetrin. Si individ, personalisht si nis, nuk i kam takuar, nuk i di. Dhe nuk i di çfarë lloj njerëzish janë këta në familjen e tyre, rrethin e tyre shoqëror, më thet thash. Në momentin që ai personi është i Amerikës, nuk kam informacion. Unë nuk di as anglisht dhe si mund. Gjo, Onisa, për të shakave, të jesh informuar për të ardhmen e Amerikës, ashtë jesh informuar edhe për të ardhmen e botës së Shqipërisë. Sepse, për fatkesh, globi varet. Di se të kemi informat, nuk di. Po mirë, amo, çdo gjë varet nga një president amerikan, për fatkesh, për mirë, për keq, ne varim nga ata, çfarë bëjmë tani? Nëse është një njeriu i mirë, inshallah fiton, inshallah ecën. Ku dëgjon, s'e kam ide, nuk e Jo, njoh. kjo është problemi, kjo do të diskutoja me ty. Ai është njëri i mirë, është shumë i aftë, është shumë i fuqishëm në ekonomi, edhe shumë biznesmen i madh, po problemi është se ka me origjinë serbe, edhe rrezikon të jetë një dëm për popullin shqiptar. E këtu na djeg neve tani, këtë do të bisedoj me ty. Do të them diçka në lidhje me serbin. Ne na ka bëj jeta të njohim shumë njerëz shqiptar që nuk i kemi njerëz të gjakut ton ose të rrethonës ton ose të fisit ton, dhe kur vjen puna këto njerëz janë të mirë, po mes tyre ka edhe shumë njerëz të këqij. Dhe një person që ne na shan, na ofendon, na degeneron është i gjakut ton, po them shqiptar. Rregull? Ai është serb, ai ndoshta është serb dhe për shumë njerëz mund duket shumë e keqe kjo gjë, por besoj që ka serb që mund të jenë shumë herë më të mirë se sa mund të jetë një shqiptar. Ne po na ofendon gjaku jon, po na degeneron gjaku jon, mos them për rrethin. Po merak, edhe në Serbi shohin nerveti, se nuk shohin me ne, se nuk i marrin vesh edhe me na shoh. Kështu që po merak, nuk logjikohet kështu se me zgjat. Jo nuk e logjikën e gabuar. E ke logjikën e gabuar se Serbi s'ka pse më vjen marr me shoh ty e mua, se na se di më shoh na thon, po edhe ata shohin nerveti si shohin na. Po merak. Por problemi qëndron këtu. Qëndron këtu se Elon Musk tani me na u bë president, ai për orën e ka dikon serbokrat, diçka kështu, edhe rrezikon me na marr kufit tonë, me na plasën e luftë, shumë tash unë e ti do të bëjmë propagandë kundër Elon Muskut. E çfarë bëjmë ne tani? Tani unë e ti do të më nis të fort. Do të ngrej. Jo, do të bëjmë propagandë kundër ti. Kundër ti do më thonë luftojmë që Elon Musk mos bëhet presidenti i Amerikës. Okej, në rregull. Kam një pyetje. Ose mos përhidhin kandidaturën fare. Ai që thjesht njeriu mirë, ai dhe thash nuk e njoh dhe ti the un jam shumë dakord që ai të bëhet. Tani pse kundërshton atë? Ai është shumë i fortë njeri, është shumë i fuqishëm. Po pra,
Neve pra nuk na intereson, nuk është favorin tonë se ai është i rëndësishëm, është i fuqishëm. Ne na intereson që ai një njeri mos i bëj keq vendit tonë. Kështu që ne duhet jemi kundra. Ti pse më the mua që unë jam me të? Pse duhet jesh ti me të? Me ka jam. Me atë. Se më me ta, unë jam puna. Po pra, atëherë, jo se vetë them fillim që jemi me të. Me ka më shok. Me atë pra, me... Ai nuk ka si rol, ala më shok, nuk ka si rol në politikë, ala, vetëm pretendoj që të bëhet president. Uroj që mos jetë, pra mos ketë asnjë rol. Uroj mos e ketë asnjë Po rol. do bëhet, do bëhet sa i fuqishëm, do bëhet, po unë ti do t'i bëj një farë intrige. Unë dhe ti, po kush na pjertni? Ure njeri, e din ti që Bashkimi Evropian është kriju në një burg në Sardenja. Bashkimi Evropian që ekziston sot, mas luftës dytë botërore, e kanë ideu disa burgagji. E kanë nisë me zonat vogla, kurse unë të jemi të famshëm. Mund t'ja nisim i diçka shumë të madhe. Edhe brezat të ashëm do t'na dinë për njerëni. Dëgjoj pak, Nisa nuk e sheh veten e vet si ta famshme. Kem dikim. Prit pak. Nis, mos më me hitë profili atë Nis se ke një foto ku vetëm gjysa trupit tanë ka marrë 500.000 shikimash, një gjys milionit banor. Është e drejtë kjo gjë. Një sekond sepse njerëzit vdesin për të parë. Do të them diçka për Zotin, për te shakave. Nëse unë shkoj në një dyqan ose në një market ose në një vend, dhe momenti që mua më thon ç'a punë bën, unë ngec dhe nuk di se ç'a them, ose kjo tjetra, kur më thon të kemi parë në TikTok. Nuk e ke idenë se sa diem. A djem të për shkak kur thonë ai ti kriminalja. Jo kriminalja, Nisa, të njekim TikTok, të betohem në të malli Zot ndihem shumë siklet. Sepse unë nuk e shikoj veten time si një të famshme dhe nuk dua që njerëzit më njohin, pavarësisht se më njohin. Nuk më duket e hiç. Pavarësisht se halli problemin ka bërë të futem këtu, por nuk është se kam për krenari, për mburje që unë jam TikTok edhe e shoh veten time si të famshme. A më kupton? A menon për shembull, a ndjesh që s'përton, a je nisja kriminalja? Unë jam nisja kriminalja, po më vjen turp t'ia them njerëzve në rrugë. Pastaj kjo është që një njeriu, për shembull ti Aroni, nuk i ke vënë një pseudonim emrit tënd Aroni, për shembull, kurse unë ja kam vënë si kriminale, është një pseudonim që unë ja kam pas thënë vetes time, edhe tani ka ngel. Edhe një dy thënë jam kriminale. E kam pas thënë më shumë jam kriminale se të lidh zhivën loj, e di se bëj krim loj. Ktu e kam pas nis, pastaj ngeli. Ngeli, tani të mësojnë këtë nalin e rrugë sigurisht. E kur të nalin policia në rrugë, trajtojnë si një njeri normal apo direkt marrë në kry? Asnjëherë s'ka rastis me ndalu policia. Çfarë kriminale ka? Ka rastis me ndalu policia. Flas në rrugë. Po, pse mund... Dhe ku të kanë ndalu, bro? Nuk kem shkuar shumë herë në komisariat, po që vetë si nis më ke ndalu në rrugë, jo. Edhe kështu për rregullat automobilistikës asnjëherë s'm ka ndalu në rrugë. Asnjëherë, nuk ka rastis. Ne jashtë rrugë? O devil o zemër. Që po mendosh? Të thash, nëse unë kam shkuar në komisariat, po, kanë qenë polica, kam shkuar për disa arsye ose për disa gjëra, por në momentin që kam qenë rrugë, pra e shkoj që unë kam timon, nuk është se më ka rastis në herë më ndalojnë policia dhe ta rikëthe me... Në timon dhe me thonë s'ka në alkohol. E di si po e bën, po më heth breg e më shtek, ku do me dalë? Ja pak përgjigjen që ti donë, Aron, që të knaqesh, ku do me dalë? Oje, atë kanë në timon në herë ju, kur? Po pra, s'ka rastis në që më dalojnë dhe thonë mua patentën, më lejnë e shakullimit, më the të thash. S'ka rastis. Mu kanë nëllë, unë i kam një mëru çdo herë. Unë në një moj menë, më kanë nëllë 2000 herë në timon, 620 herë se dile mrapa. Qa kam ba? Ha? Nuk e mora vesh. Jusuf, nuk e mora vesh. Më kanë nëllë tash 2000 herë në timon, 2000 herë, 620 herë se dile mrapa. Okej.
Do me thonë që ke kalu mbrapa, edhe të kanë shoqëruar. Kurse mua thjesht më kanë thirrë. Nga që O jam ti femër dhe... ore jo, oj vajz. 2 herë më kanë 2000 herë tash më kanë dalë ti mund të ecë. Kurse një 600 herë kanë ardhur më kanë, domethënë kanë dalë më kanë sedile mbrapa unë. Dile mbrapa. Po, ha? Maron të thafshin kërandro të e maron. Se janë të më shkujtë të më budalishesh. Po, ha? Mos shkojnë budallisha? Mos shkojnë budallisha ju njerëz. Janë goca gjitha këto që po shkruajnë për Zotin, janë Po të s'kan paj se so herë kanë net ato gocat me frikë me sedile mbrapa i zëtë e dine. Janë mos më ngacmo, janë zemra Jo, nuk isha jo në shok, se më puta, ke pa njerë të sha njeri jo? Po gjithsesi, s'ka njeri që s'ka net pak me frikën sedile mbrapa i shalës për na nalin se na vend gjobë, na vjen gjoba të shtëpia. E di si në diferenca, se në Europë, për shembull Shqipëri dhe me të vun gjobë, nuk vjen gjoba të shtëpia, kurse në Europë, me të nalë sedile mbrapa, ta bin gjobën të shtëpia. Pse? Sa dile mrapa? Se di. Në që se një makinë e nalën jashtë rrugë, edhe zënë 2 persona se dile mrapa. Atër me kërë atleta, që thot vlajë aty? Sa me ba? Pa vjen. Po arrët, Për tre, për po. Sa po thot, ky 4 orë i bje. Eci me like, par në qesh kam këto, unë jam të umra, mirë shpirton. Ua. O le gjenë. Unë iqë. Je me të në parët, po dhe pa bluzë, o shok, si me të Ka rasti që kur policia të arreston, fusim mrapa në makinë që shojnë komisariat. Jo, për zotën. Se kam menua në shfellë, nuk e kam menua në shfellë. A di sa gjoba 2.000 euro o nisë, për zotën. Beton 2.000 euro dhe vjen të shtëpia. Inshallah se i martum se të fikë zoti. Vesh do të më thonë ja kam palon makinën një shoku të. Po, gjithmonë ashtu, e ka pas shoku. Qa ke me thonë? O, për shkatar, së dio, nuk i di këto. E si me like, tap, ndryshem tem. X2. Ua, vitë nuk ka rënë të re. E fundi që janë të dalë, po ti të telefonuar dhe me t'ja fut ka kardak zhjume. Sa shumë të fletë, nuk më të nejë shumë në largu, ka pëshu zotë jam largu shumë unë njësë. Ta? Kam pas dëshirë mu largu, ka jem të nejtë, apo ajo i ka herë mas dita gjysore, ndarë ki orë maksimumi. Su unë të vile kalova pak, se di që më zë. E do të baja TikToku, po ndosë edhe i gjë tjetër, momenti që të Ja, nësosh për ma mu, të që nuk tipet ma me u fut. Ja, po s'kam asë më kam bëbë laj, boj bajs. S'kam më kam bëbë mu. S'kam më bëbë o shok sa vesh më fut me ata si më kanë shoh. Që me ka dhe një? Vesh me thonë, i thonë ftyrë si këpjerdhu, me hi më fut në lajbë me një ata si në zonë, rrahë, shohë, pjerdhin ta. Me bon hajtë se s'ka në zonë. S'keme ka bon më lajbë, për atë zë. Po, e di. Edhe unë ka raste që është zgjidhur tarë, futem me të huaj. Po ka është, Po unë s'di. na ku sho. Se me Ndjemi. të gjutë huaj, më fut me të huaj. Me Me ti mor të di gjutë. gjutë huja, unë e di gjutë huja, po s'ndjem mirë me të huj. Së me thë. Më duket vetja si tralltar kombit. Kur flasë gjutë huj. Unë jam adotar. Kanë më u bëta e ta. Ja, sonë të qetem nisën e usë, po thamë në përgjësi këshon.